Gatim shumë i mirë, shumë i shpejt, edhe me plot vlera. Të dashur ndikë, sot do bëj gjysmë pule, gjysmën e kam bëj ditë tjetër, ja ku e kam zi e kam bë hazër, din të gjithë se zihen pulat, po do ta zim pak avash që të bëhet longu i mirë, dhe pulën do ta kaloj në furrë, unë do t'i jap pak faqe, se e kam vetëm për lezet, kur e ha, i jep shumë shije, e pjekmja, po lëkura duhet se merr ngjyrë. Si që është kështu e pjekme, do t'i hudh 2 kokra kryp, jo t'i teproj gjona. Një fetë të hollë fare, se do ketë dhe longu ynyrën e vetë. Ja. Tashi e kam hazër, po në furrë. Furrën e hapa tashi në këto momente. Tashi largoj longu. Edhe merrem me përgatitjen e qullit. Gjithmonë baza do jetë vojë fillim. Do e lej tashi të nxehet ynyra, unë do t'i hedh rreth 2 lugë. Janë 2 lugë gjithsej. I lejmë tashi të kavërdiset, se duke u pjek me ynyrën, milli marr aromë të mirë. Po, do t'a lejmë pak në një ngjyrë bejsh. Tashi filloj kjo me morer, është hazër, ju thash një ngjyrë bejzhe qelë, jo e thellume si fërgesa, dhe marr e i hudh nga vash longun e pulës. Do ta ulim dhe pak, se ndërtësia duhet jetë e ulët. La shumë pak. Sa të mori val, unë do t'i hedh arrat. Do t'a provoj pak për kryp, me i lugë vogël. Jo, do dhe pak kryp. Jo shumë, se do i hudhim. Unë do t'i hedh pak aceto, që t'vi dhe pak e omël. E hap dhe pak, që t'mori pak val. Që t'i hudh arrat. T'i pika pakun pak. Ja, tash t'i mori val. Do t'i hedh arrat. Morjen e valës, do hudhen arrat, që janë blujt shumë mirë. Tashi do t'i lejmë një 10 minuta. Ju thash, në mbarimin e kësaj, gati për ta heqë tenxherën, do hudhim arrat, që nuk janë kaq të blujtme. To do t'i lejmë të zinë kështu. Po i shoh se mos është masa pak më e trashë e qullit, dhe vazhdoj me longun, prandaj po e lej hap. Me atë nxehtësinë që ka vetë, do t'a lejmë të zi pak mirë ara, edhe do t'i hudh edhe një lugë me aceto, ose me uthull. Ja, po aceto është më e shishme. Tash do t'i hudh pak, shumë pak t'lynë të djeg sipër, po do t'a heqi herë nga zjarri, për mu, dreka maroj. Ja, luga e t'lynit djeg, që e kam djeg më përpara, e maj. Kur më bëj shumë, e heq me i filxhan dhe e kam hazër. Ja. Edhe arrat që kisha lënë për në fund. Ja, një lugë, me lugën e gatimit. Pak piper të zi, shumë pak. Jo ta teproj. Dhe pulën e hoqa nga furra, i dhash edhe një faqe të lehtë. Është bërë shumë e mirë, se e lyva dhe me t'lynë. Tash e kam gati për t'ja hedh edhe qullin.